Një ngjarje e paprecedent të shënuar këtë të hënë në gjykatën e posaçme, ku një seancë paraprake ka degraduar në një përplasje të dhunshme fizike mes të pandehurve. Gjatë procesit gjyqësor për vrasjen e Erenis Dobrës, të akuzuarit Petrit Çakraj dhe vëllezërit Aleksandër, Kristi e Fation Buzhgjokaj janë konfliktuar ashpër me njëri tjetrin brenda në sallën e gjyqit. Situata doli jashtë kontrollit pikërisht në momentin kur i pandehuri Petrit Çakraj mori fjalën për të dhënë dëshminë e tij mbi ngjarjen. Debati verbal mes palëve ka kaluar shpejt në një përplasje fizike. E gjitha kjo është zhvilluar në praninë të gjyqtarit të çështjes dhe prokurores së SPAK, të cilët ishin të pranishëm në sallë. Përleshja shkaktoi një situatë tepër të tensionuar, duke detyruar ndërhyrjen e menjëhershme të forcave të sigurisë së gjykatës dhe punojësve të policisë së burgjeve për të neutralizuar protagonistët. Për të shmangur çdo përshkallëzim të mëtejshëm dhe për të garantuar sigurinë e plot, forca të shumta të policisë së shtetit u dislokuan edhe jashtë ambienteve të GKK-s.